Arber Hajdari, i ftuar në një studio televizive, foli për rolin e tij si opinionist në Big Brother VIP Albania, duke e parë këtë çështje me një këndvështrim kritik. Ai u shprehapur se nuk e sheh këtë rol si një profesion të vërtet, qëndrim që e mbajti edhe ndaj të tjerëve që mendojnë ndryshe. I pyetur drejt për këtë çështje, Hajdari që i prerë, opinionist nuk është profesion. Mëtej ai shtoi se të njëjtat fytyra nuk duhet të zënë përgjithmonë këtë hapësirë pasi publiku ka nevojë për zëra të rinj dhe këndvështrime të freskëta. Biseda. Është opinionisti një profesion për ty? Arbri. Jo, nuk është dhe refuzoi ta pranoj për të gjithë ata që e thonë sepse edhe mendoj që duhet pas një farë kohe të ndryshoj. Pse duhet të ndryshoj? Arbri. Nuk duhet të jetë gjithmonë një i njëjti, sepse njerëzit kanë nevojë që t'i shohin gjërat edhe në këndvështrime ndryshe, pra nuk mund të jetë punë. Me këtë thua që nuk do të jesh më? Arbri. Unë nuk e thash këtë. Unë them çfarë është më mirë. Mendoj që opinionisti është një njeri i cili ka eksperiencën e tij mbi gjërat që ka kaluar në jetë dhe ndan mendimin e tij ashtu si e sheh ai botën, sepse ai nuk mund ta shohë siç e duan njerëzit, ama e rëndësishme është që ai të thotë mendimin e tij. Nëpër studio televizive ka shumë opinionist, gazetar politik, Arbri. Nëse po flasim për gazetar politik, po flasim për gazetar politik. Nëse po flasim për njerëz që marrin përsipër t'i bëjnë të gjitha, unë mendoj që në fund nuk bëjnë asgjë, se nuk mund t'i bësh të gjitha. Nuk ke kohë të marrësh informacionin e nevojshëm, ta verifikosh, a është i vërtet. Si mund të flasim për të gjitha? Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.